sa dielli të perëndoj, dua të buzëqesh me yjet. Kur ato të shikojnë, ndjen kënaqësi, drita të vezullojnë brenda shpirtit. Rrugë do kërkoj në hapësirën qiellore, dhe të shkrihem në atë harmonizim, të bëhem ngjyrë, të shtohem natyrës. Do t'jetë mahnitse prania jote aty me syesh. Ti me një penel në dorë, do marrësh ngjyrën nga zemra ime, të ngjyrosësh planetet, dhe pastaj do të më zgjosh ëmbël me një puthje. Aty nuk do kemi orë. Do të rrëshqasim në hapësirë për të zgjatur natën. Se puthjet janë më të zjarta në krevatin qiellor. Aty, me syesh, të zilepsim hanën. Dua të buzëqesh me yjet nga Konstantin Vogli. Marrë nga libri Buzëqesh me yjet. Pak fjalë për poetin. Në poezitë e këtij libri keni një krijues që në këtë përmas nuk e keni parë. Konstantini është krijues në dizenjo, në pikturë e në letërsi, por për 82 vjeçarin Konstantin Voglin e kemi njohur deri tani si fabulist, tregimtar, novelist dhe romancier. Këtu ju them me bindje si redaktori i shumicës së librave të tij, të cilat të befasojnë me prurjet artistike, veçanërisht me subjektin dhe përshkrimet e bukura. Konstantini ka shkruar edhe poezi, është përfshirë në librat e botuar për gazetën Muzikun nga poeti dhe botuesi Mark Simoni, te Galaktika Poetike Atunis e Agron Shelës, te Fjala e Lirë e Fatimir Terziut e tjera. Po ashtu ka botuar në portale dhe gazeta të ndryshme, në Facebook dhe internet. Por si poet në këtë libër që kemi në duar, poezia e Konstantinit ka befasi gjetjesh artistike, tematike, ideore dhe mjetesh shprese nga Bardhyl Maliqi. Konstantin Vogli.